Atëre të ndëruar teleshikues, mirë se veni tek emisioni Burra dhe Gra, që si zakonisht sot na mungon Jehona, sepse ka këndu për Shën Valentin. Për sonte jemi si gjithmonë me Ariola Demirin. Ariola. Mirë mbrëma. Mirë se vjen, mashallah. Po mirë po dukesh. Faleminderit. Jam munduar. Melinda Dreshaj, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Edhe ti hala ma mirë po dukesh. Faleminderit. Yll Dreshaj, mirë se vjen. Ylli ma mirë se na dyja, po duket. Me thonë drejten, para se me fillu, menova thash me t'ja fut këtina me që t'far shishe tujt miras. Që u bëne Milajnë, që u, hajde, veshingom, na përbojmë rilë, për që më dhejmë fund që shduhet. More pa që zi, more qas po fol, more që shdvjen marrë, gjithë shka po fol, anina, knina. Na pëqojmë dhejmë fund të bile 2-3 ditë këshymë që shpeshe publiku, jo me herë në fund të emisionit me u pajtu prapë. Arrejhëm bre që tu adë si kur beralti. Nashta do t'dyja se dje ju ka ra me po këtë super video. Më kena me full sot për remja, për zënka. Për dashuri ishte puna. Po, a mo me na vrit pa. Me na vrit, kush me ju rrit me? Shikushmeria. Nuk është gjithë shka shikushmeria për neve, rëndësia është kualiteti jonë që e kemi, mendimet tona, edhe kështu që na pokalojmë direkt në temë që e kemi sot. Edhe besoj që është një temë shumë e mirë, kështu që periud me vazhdu Milajnë ti. Po për Shën Valentinin do të flasim. Arsyeja pse do flasim, do e zbulojmë pak ma vonë, po Shën Valentini ka ardhë kështu që në shekullin e tretë, është fjallat që perandori asoj kohë, në shekullin e tretë nuk i lejon të ushtarët me u martun me zvete. Edhe prifti, do më thonë Shën Valentin, i kurorizon të ata fshehtas. Edhe ma në fund e burgosën këtë shkretin, e morën, edhe është zbulu një letër dashurie që kë prifti ja ka bon të dashurës të vetë. Pastaj ka fillu me u festu në shumë vendet botës, në shekullin e 19 ka fillu në Angli, me shkru kartolina, është po si ditë e ndritur për gjithë qytetarët e botës, pa mërë parasysh kush qëfar feje i përket. Si e keni prit ju Shën Valentinin? Po dojna disa mendimi piksoj që ka pas Shën Valentina në jetën e vetë. Ti, apo fletë për Shën Valentina? Unë e pas kam pas Shën Valentina. Shën Valentinin jetë që ke prit Shën Valentinin në atë kohë. Po në cilin kohë, vla? Në kohën tane. E para, unë shofë për para dhe nuk mund të kthehem mrapa me folë. Do ka pak edhe për masë dhe për para, nuk mund është. Qëra tash, unë e i du disa mendime për Ariolës. Shën Valentini, existon, se existon, pak për masë në kohë. Po, për masë po jore... Po, në kohën e shkuar. Në kohën e shkuar, po nuk duat flasë për kohën e shkuar, tani po më vinin ciklet, ngella vetëm të full për kohën e shkuar. Shiko, e para nuk është se më duhet në një fest me kushtu shumë rëndësi. Tani po flet një që ka vite që nuk e feston më. Për mu po thua? Për mu e ke fjallën që se festoj? Jo, për mu e kisha. Pse, s'po ma beso? Jo, po të besoj... Se më s'po ma besojnë që jam single edhe nuk festoj Shën Nureddinin koft, të gëzum atje ku është. Me të thonë drejten, kur po më shkruj njerëzit, bashkë të adhe po më vjekes me të kalzues, kur po më pysin a është single, pjo tha Mariulla, veç po ranë se nuk është single, veç me t'i prish punët. Bravo bre Milajnë, bravo bre Milajnë. Shqiptari Se dyqysha din kam qef që për shemull një kojshi i kësoj... Jo, unë e po mendoj që ti mi prish punt me ata njerës që e mendojnë që s'kanë kategori me qenë me mua, po? Për shemull njona i ka thonë pro Mirlindës, pëse s'po falë një pak për të qika që për morrin burrat e martum, se aja është kreta o djega dhe vetë, asë për morrin Këto që i morrin burrat e martum e festojnë prej 13 dhe me 15, me 16 kthehen burrat të gratë. E ato kthehen punë. Ato po. Do së të Shën Valentini, do më thoni 16, disa gratë. Mas Shën Valentinit vjen Shën Nureddini, kështu që na jena tu e festu Shën Nureddinin. Se di. Se di, qërë për shamu mu përveqen e pjesa se mendimi Ariolës që po thot edhe kom festu, po edhe nuk e ka festu për shamu, dhe më thonë nuk është fest realisht
gjatë gjithë jetës, për shembull, se gjatë gjithë vitit, ti nuk jep dashnin sa duhet partnerit tonë ose partneres, po flas për dy gjinit, edhe në një farë momenti po vjen 14 shkurti, se unë as datën e Shën Valentini me thonë drejtë nuk e di, se s'është që kom festu në herë Shën Valentin, kështu po e them edhe publikisht, s'është që kom festu, sepse mund është ti një farë dite që është një ditëlindje jotja, ose është një rast kur ke njoftuar person, domethënë është një vit që e ke bu me atë person, ti mund është me festu, ose mund është me festu gjithë ditë. Jo vetëm 14 shkurti. Se 14 shkurti është dita e dashurisë, e të dashuruarve. Qysh është për shembull 8 mars e dita e gruas, Shën Valentini 14 shkurti është dita e dashurisë. Edhe pse mos me festu, pse mos me bë partnerat njëri tjetrin mundima me dhurata, me dedikime më të veçanta. Përderisa po simbolizon dashurinë edhe shumë pak po ka dashuri reale dhe sinqert këto kohët e fundit, kështu që çata që kanë është me 14 shkurta? Jo, nuk po them që është me 14 shkurt realja, po në përgjithësi ka pak. Po ato qitet që me të vërtetë festojnë 14 shkurtin si kur datë simbolike për dashurin që e kam për njëri tjetrin, shumë mirë, s'ka kur gjatë keqe. Unë thëmë du të me gjithë du të me gjithë një farmesi, po menoj të pjesa e dashurisë. Për shembull 14 shkurti, ti përfeston këtë ditë, po nashta gjatë gjithë vitit, ti s'pe ki qatë dashni ndaj atij personi, po vetëm jetonajt vetëm hajt. Kurse pe poston një historie ose një diçka në Instagram, nuk po flasë për njerëz, po flasë më përgjithësi. A mund të them diçka? Unë mendoj që dita e 14 shkurtit, më shumë se sa një datë që shënon dashurinë e të dashuruarve ose të çifteve, mendoj që është një datë që është më shumë show-off për me tregu që jemi në lidhje apo jemi të dashuruar. Ose kemi marrë dhurata të shtrejta që të... Dhe shoh këtë show-offin vetëm për me tregu në rrjetet sociale femna që dalin vetëm me dhuratat që kanë marrë. Dhe më është për me tregu, po të shënë si ka ylli, nga kush i kanë marrë, nga partnerët e tyre. Po ndëgjëm vetëm tash nga pojime dhe të ato që nashta Shën Valentinin grusë në shpi nuk ja feston, po ja feston shfalerkes. Është dhe kja, po kupton, do më thonë ta dim, po dashurum janë, edhe shfalerka dhe këtë. 360 ditë ka jep dashnin që e ki në shpi që ki thmi me ta dhe ti për shumë t'ja blini dhurat shtrejt, shfalerkes tonë që... Po me qëfar instrumente e motë ti ta ka dhon dashurin, ka njerës që se festojnë ditëlindjen, a the ti me festu ditëlindjen. Ka njerës që nuk e festojnë vitin e ri, festojnë Krishtlindjen. Po i bjen që ka njerës që e festojnë Shën Valentinin jashtë, në shpi nuk e festojnë, a? Po mëre? Jo, Milen, zbesaj. Në i thërë besoj, jo, e besoj, po nuk është etike që kja, e kam kupton. Kurse e ki një gru në shpi, që të ka frytet, i ki në shpi frytet që janë thmija sot, e ki 360 dit me ta. Frytet nuk tregojnë që mund të ketë dashuri midis një qifte. Atër dojo nëse s'ki dashuri. Po, nuk dohen, se është mentaliteti shqiptarë i tjilë. Zemër, veç jëmë do. Qaki se po ma bëndoju. Qaki se po ma bëndoju, do me jo. Ti ja ke festu nanës për shembull ditëlindjen e ke befasuar, se shto? Po ke mujtë edhe për Shën Valentin, me nanën me prit, mja bone dhurat, apo kupton, nuk do me thonë kjo Shën Valentini veç me dashnore ose me gru me festu. Në Shën Valentini është pjesë e dashurisë e një qiftit. Prandaj po them. E një qiftit, jo dashurisë shoqërore. Unë ju thash fëmijëve të mi mos harroni që jam deti parë ju i Shën Valentinit. Unë ku mujtë me Mirlindën për shembull me festu Shën Valentinin, po kjo serdh, se tash a dëshkujna në Radik, na thirrë Jehuna. Mirlinda marrë në Radik. More na thirrë krejtve thuj. Po më shërë kalëzëm. Mirlinda dhe bashku në Radik, se që njerëzit po flasën, e ka kupton, tash është problemi i Mirlindës, tash është problemi i njerëzve. Është problemi i mentalitetit njerëzve. Në këtë moment mund të qajtë rjetë, qa dishtë me thonë? Dishtë me thonë që ti vlojën lidhje, po tu jam lidhje se erdhe në Radik. Po, janë ata me ja po shkojnë atë krejtja, kërkush të zbone zo. Ku është e Doniti? Ku është e Doniti? E Doniti është në regji. Po mund ta deklaroj këtu publikisht që ka qenë me mu. Edhe një ditë para Shën Valentinit, edhe një ditë mas Shën Valentinit, po avash se është mosha e fëmijëve të mi, 20 vjeç djali. Ka dal më i zemër. Po vështirë ke marrë dhuratë, ke marrë një lule nga Eda, gruaja me lajmit. Po pse po ma jep ekskluziv në vllap? Nuk më pyet ata ke marrë dhuratë. Më pyet ata ke marrë dhuratë? Jo nuk pyes, po ti ka zë për pat pyet. Po pat pyeta ke marrë ndonjë dhuratë. Po mora një puthje, një baby kiss edhe një lule nga gruaja jote. Edhe atë baby kiss e kam vetëm onën e video, cilën e postoj sot në rrjetet sociale. Në pak ja dhash ona.
Qa ke me thonë? Jo, ka me thonë një pytje tash për tret, po e filloj me mirëlinden. Hajde. Pse disa njerëz kanë dollë me disa deklarata i posh që na nuk e festojmë këtë fest, se nuk ashtë fest e jona, ashtë fest e katolikëve. A ku kuptan? A të duket absurde një... Absurde dhe munges informacionin, fakt, se... Embules ignorance. Edhe ignoranca e pa dyshim, se edhe pse Shën Valentini ka ardhë nga një prift i shekullit e tretë që shë përmende dhe te, nuk do të thot që kjo do të mu festu vetëm nga personat e fejs katolike në këtë rast. Është dita simbolike e dashurisë. Ata që ndjejnë vetën të dashuruar edhe dojnë vendosin që mund ndjejnë ma mirë me partnerin e tyre për atë ditë, pse mos me bo? Nuk ka të bëj kur gjo është feste jona, së është feste jona. Dëshmundi 360 ditë tjera. Loq këtë ndihesh mirë ton vitin edhe feston ditëlindjen, se është dita jote. Që është ditëlindja dita jote, Shën Valentini është dita dashurisë. Sot është dita jote, nështë ta personi tjetër nuk është mirë për me festu qatë ditë, s'po dënë me festu. Po nëse s'dojnë okej, se kush po thot me festu me zërë, po nëse ti okej me partnerin tënë, me bo diçka ma të veçantë para, ditë se mos me bo, është të kalim në mole. Se personi tjetër nuk undi mirë, edhe partneri Gjulia Robert se ka tralltu, se kjo i ka thonë, hajde që tu pak se kam ethe, a i ka thonë Gjulia Roberts, kjo ka thonë jo, vëlla nuk po ndije mirë, ka dollë burri butë se kanë zonë makina tje, të gro kerrit me haz. Unë e përdu me thonë i sanë që tashti nëse partneri do të mundi mirë për shumë femna mashtrohen, realisht pakica, disa femnave mashtrohen të këme shujt që nëse një mashull nuk është romantik gjatë gjithë vitit, po është romantik vetëm një dit, ajo është veç sa për sy për faqe që të e A jeni dakord me mu që... Unë jam romantik, vëllat 300 sot dit. Mirlinde, e do një person që është romantik vetëm një dit, e së është... Jo, prezamën, që të sanë unë e thash, është dita e dashurisë, nuk ka kur gjotë keqe nëse e festojnë personat qiftet e caktuara. Nuk ka kur gjotë keqe. Zdo me thonë që te nuk bën me festu dashurin, nëse te gjatë tër vitit nuk bën dhurata që ka speciale si kur për Shën Valentin. Që edhe për ditëlindja bën dhurata ma speciale sa dhe tjera. Kështu që si ditëlindja, si dita e gruas, si dita e Shën Valentinit, njëjtë. Për më zëba me gjerë. Lej brezamën, do ditë kush blen dhurata gjithë Ska lidhe speciale, mja të një lulli ose një diçka, gjithë shka një euro kur gjosë është bre, femna du të më konë, më testë, me pjot, një gjeze, edhe nësa, nuk do të thot që veç nëse partneri të blen dhurata, ose gjatë vitit, ose për Shën Valentin, po dënë. Blen dhurata po dhe nuk dënë. Jo, së është e vërtet. Jam tu bashkan gjithë me ty. Mes me ko deklarata yllet kështu 100% rranë që a tha që tash, unë e që tash e kësha në rrugjinin e isha bo gruja këtina. Për çka, jo, nuk e bashkan për veti. 365 dit me ble dhurata, më zbaj Dhurat është edhe një puthit që ti ja bruson, dhurat është edhe dorën ja ka putur me vlerësu. Vlerësimi ndaj një femnës është dhurat. Vlerësimi o vlerësim, po dhurat është një punë e dhurat e të tërsanë. Se që kjo dhurata, është detyrim. Ja, nuk jam këto. Po së është dhurat. Dhurat është. Bravo, qashtë të duhet. Perrimësim nga mire e mzeka njerës. Po, qashtë. Nuk e lajnë jo si e ty alit shumë bashkëve dhurat një puthje. Sërë dhurat një puthje dhe pikë. Puthja nuk është detyrim. Jam shumë dakord që jep mesazhe për mu dasht, mu dashur. Unë mendoj që dashuria është çdo ditë në gjeste të vogla. Në sjellje që kanë partnerët kundrejt njëri tjetrit. Nuk është vetëm një ditë për me demonstru, për me bë dhurata, për me i tregu që ti e do shumë, se mendoj që ajo që tha Mirlinda është shumë e vërtet. Ti je në një lidhje, qoftë ai dashuri, burri, apo çfarë do qoftë në jetën tënde partneri jot, me status apo status, i deklaruar apo i deklaruar, dhurata ditën e Shën Valentinit mundet mu dhuru edhe kur nuk i do. Njerëzit është vetëm për me ja demonstruar që kishe po të du. Gjasme po të du. Mendoj dhe besoj në dashuri, me thonë të vërtetën,
po themin dashurinë e vërtet, nuk ka dashuri pa kushte, kjo është pak po e sigurt, dhe nuk e ti nëse jeni dakord me mua që këtë Shën Valentin vje dhe një ndër çiftet më të bukura të showbizit, Kapitale me Adrolën ishte gjëja më e bukur që kam pa për Shën Valentin. Shumë cute, shumë të mirë. Që ton cute se kuptova veç. Cute është diçka e bukur, unë realisht, po e tham publikisht mos ja ta e shpallën vetë, veç ade unë nuk e kësë përduri këtë relacionin privat me njerëz, po unë edhe i da e kemi ditë këtë histori ka herë. Po gjithë kemi ditë shumë njerëz. Bashkë kemi qenë atë no, bravo, bashkë kemi qenë kur i takum ata çiftin e dashuruar, dhe të dytë i kam shumë kështu zemër, i kam shumë gjanë, po tash me dalë. Edhe me dhonë lojmin të thësha fitojnë anaj sanu në Ariola, jo, se i thash njerë i dhe shkruj paka. Unë e di historinë e tyre që nga fillimi. Që gjithë se cili të regon pak të shushnija të dikush, anë e këne i thot Adrola, është në gjithë me Kapitale. Gjithë se cili e di vetë se ku do me qu lidhjen. Edhe nga njëherë kur raportin do me majtë për vete, me ndërtu, është gjanë shumë e mirë që ti e ndërton, një raport shumë shëndosh edhe pastaj kur është momenti dur e bë edhe publike. Dashuria o konë për ata dy, jo për ne. Neve vetëm na bëhet shefi edhe gëzohemi që ka njerëz që dashurohen edhe njerëz aq të bukur si ata dy. Që këtu në nuk pajtoj me ty. Se dashnia tyne është edhe për neve, se dashuria njerëzve na jep edhe neve një farë energjie pozitive. Shumica njerëzve kanë dashur me i pa bashkë. Është e vërtetë që kanë dashur me i pa bashkë, po mos harroni që njerëzit marrin mësysh. Kur e din që ti je i lumtur, vetëm energjia e tyne negative për me thënë një koment. Sikur që të morën mësysh të javën e kaluar që të shpërthy guma kjerët në doket nëse s'gaboj. Sa i kesh është. Definitivisht të shumë i kesh, do me bo lajme ekskluzive me mua. Definitivist që shtu kur shenë qifte shumë mira, edhe që edhen që me të vërtet ka një dashuri shumë të fuqishme, tep një farë vullneti edhe tep një farë energjie të mirë. Se ka herë po shohim gjithë shka, shumë lidhje, raporte, shumë fake, shumë as pak shambull, ose as pak që ti mundesh me thonë, o zot edhe unë pëdu me pas një qësi lidhje. Po, kur e shen një lidhje të tila dhe edhin që një raport është që shumë vite... Unë e pëlqen raporti me i dana. Edhe me raporti juve më pëlqen shumë, me të vërtet e kërë raport shumë bukur. Mos harro, Mila jem janë edhe shumë... Në pakit sa femna që shohin shumë durata, shumë njerës që janë dashurum në rrjetet sociale, dhe ku, ta kisha pas të dhënë një dashë, që shtu që ka pare, që ka djep durata. Ka dhe kësishme, më starojmë. Për me të regu ty që ka shumë... Edhe për jenë dhe ki që tu, kur e shuj një tamen që është artikulume. Ngonë, një tamen që ka sene, ka artikulume, shumë fake, edhe bashkë për shkak të kësaj, Shën Valentinin unë edhe i da vendosem ajo me prit me Ariolën, e unë me Jehonën, me radik, shkrejnë po unë kisha dash me diqa temën tjetër nesër. Tema tjetër nesër do të kemi një temë super të nxehtë, po e përfundojmë për sontet nderuar teleshikues dhe do e vazhdojmë nesër me çka tjetër me pavarësinë e Kosovës dhe kemi një surprizë shumë ekskluzive me fëmit e kësaj zonjushës këtu dhe me nëzërë se të shoj, lutëm se nuk ka shumë fëmit, lutëm i laje me fëmit e akademi. Njërde, dakord, po. Atëre, nesër e kemi temen e pavarësisë për sonte natën e mirë.